Sëmundjet që prekin trurin ku Alzheimer është ndër më të zakonshmet mund të shmangen. Studiuesit kanë gjetur se 1 në 3 raste të dementjas mund të parandalohet dhe se parandalimi jo gjithmonë vjen në formën e një medikamenti apo vaksine të lëngshme. Në një raport të publikuar në revistën Lancet, studiuesit thonë se 1 në 3 raste të problemeve të trurit mund të parandalohen nëse njerëzit fillojnë të praktikojnë shprehje të mira shëndetësore që fillojnë në fëmijëri. Grupi 24 ekspertëve ka shqyrtuar të gjitha të dhënat që kishte në dispozicion me kujdes dhe ka gjetur se sëmundjet e trurit mund të shmangen. Ata kanë identifikuar 9 faktorët kyç për parandalimin e rënies së kujtesës, duke përfshirë arsimimin e duhur, shmangjen e pirjes së duhanit dhe duke mbajtur presionin e gjakut dhe trashjen e tij nën kontroll. Dementja, e cila përfshin sëmundjen Alzheimer, është një nga shqetësimet më të mëdha shëndetësore për plakjen e njerëzve. Zyrtarët e shëndetësisë vlerësojnë se 47 milion njerëz në mbar botën jetojnë aktualisht me probleme të trurit. Ky numër mund të trafishohet deri në vitin 2050.